Subhanallah, e ndëgjera para disa dite një rast shumë interesant për mua hera parë që kam dëgjuar, ndoshta edhe për juve. Një rast i ka ndodhur një dietar të kësaj kohe, shehu të njohur Abu Ishaq al-Huwaini, hafidhahullah. Ai ka një sprovë në smunje, por ku në fund e ka pas një sprovë bagi më të madhe, ku i është përkecu gjendja dhe si pasojë e këtij përkeqësimi të gjendjes shëndetësore, janë detyruar që t'ia amputojnë, t'ia kputin komën atë. Në këtë sprovë në fundit i ka ndodhur një ngjarje shumë interesante atë. Nga se deri tek amputimi i këmbës ka ardhur për shkak të do të thotë helmimit apo nivelit dhe shkallës së lartë të helmimit në gjak që e ka pas, saqë ky helmim ja ka dëmtuar mëlçin, ja ka dëmtuar edhe pjesë tjera vitale të trupit të tij, saqë ka shku duke u përkecu skajshme në gjendja e tij dhe ka qenë rrezikuar me vdekje. Por në këtë gjendje bëjsha përpjekje që ti përdori të gjitha duat, lutjet e Allah e pejgamberit sa që ka bërë Allah xhelal këto situata. Thot po subhanallah, dua ul kerb hiç nuk më bikën mes do të më kënduar. Kjo dua pik me zip krize. Apo kjo është absolutisht, thotë pse e kam komentuar disa herë, kam thonë shumë herë edhe e kam trajtuar në përderse shumë herë, thotë absolutisht thosë nuk ekziston fare kjo dua. Thotë edhe në moment e pash diku në shkruam, a emrin mjekut, a ndonjë ku e di reklam çka do qoftë, një njeri për shembull bëj reklam apo mjek emrin Abdul Halim. Apo edhe si kum po Abdul Halim, më shkruaj emrin Allah El Halim. Dhe si më shkruaj emrin Allah El Halim, më shkruaj subhanallahu më njëherë dal kerb. Që ta lësë Allahu xhallahu me nxjerr nga kjo krizë me emrin e tij El Halim apo. Që ka këtë inspirim të Allahu xhallahu ala subhanallahu, mi ka dhënë çure, ke dijen se aki ti apo ta harron apo. Apo ta çoj nik reklama atë ta kujton atë. Ti sa ke pun dije. Ai kanë forcën Allahu vallahi apo me shahadat me dije, se sa për dijen ton, vdesëm se xhahilat më të mëdha Allahu na ruaj. Andaj shikja ka kujtu. Thotë edhe fillova thotë shumë me lut Allah me këtë dua. Shumë. La ilaha illa Allahu al-azim al-halim. Me lut Allah shumë me këtë lutje. Thotë derisa u përkecu gjendja ime shumë, thotë edhe një natë gruaja ime pa ëndër atë. Subhanallah. Ka pa ëndër se i ka ardhur në njëri në formë caktuar, dorsa unë i shtrim. Apo edhe thotë unë isha i shtrim. Në të ëndër thot edhe ai njeri po i thotë gruas tam atë. Amma shifa'u hadha fa bikun fayakun. Thot shërimi i këtij do të jetë me bëhu do të bëhet. Apo. Thot posa ma tha gruaja këtë ëndër mëngjes e kuptova se smundja ime te i kalon mundësitë e medicinës atë. Do sipas medicinës unë jam i vdekur. Apo por do të ndodh shërimi me mrekulli pi Allahut azza xhelal. Si pasojë kërkesë me El Halim. Apo El Halimi thën rregulla të afatizon hala. Apo nga se me medicinë ti e vdek, do të ka marr fund. Veprimtarit që bëu mirë sa që bëu, ti shkova. Apo por ti po kërkon afatizim me emrin e tij El Halim. Subhanallah. Kjo këtë lidhje ti po e kërkon ai si ka thonë shtym jetën. Po bëhet El Halim. Kur e thash El Halim, ai e din tani çu duhet më bëj me ti me këtë emër. Edhe për kësaj gjendje shehut do të dhe më shumë, edhe e qojnë në spital, së të qoftë mjekët atje me një kujdes të veçantë, pasërisht disa për mjekëve që kanë pasur rastin me marë pjesë në internimin ndaj shehut, thotë më njiheshin piku më herët, edhe pse unë nuk i njihesha, po kam përfituar nga ligjëratat e tij, duke ndëgjuar, kam pas respekt posaçëm, edhe nuk kanë ditë çish mja kumtu lajmin e amputimit të këmbës atë. Marrë, suni thojmë na kena me ta kput komën apo. Thotë edhe erdh drejtori i reportit edhe filloi okolla i thash kallzom çka puna a duhet çka apo tha po çka duhet i thash kallzoj se caktimi Allahu azza dhe kjo punë për mua ka marrë fund apo kuptim pajtimit apo e kanë futur në operacion por subhanallahu gjendja është përkecu saqë do të thotë kanë marrë shumica e mjekëve mendim që do të thotë mos më afut në anestezion apo për shkak se nuk çohet më ose rregulla me zotë çikini me çë gjendje nuk çohet më po nga se të gjitha aspektet vitale të trupit kanë vdekur. Don as kjo nuk përdon sa duhet, as ai nuk përdon sa duhet, as nuk po funksionon. Do të madje ka rrosh shtypja e gjakut 14 me 50 atë. Don mak që situata caktuar njëri des kështu atë. S'ka shtypje të mjaftueshme me gjakut e kështu me radhë. Mos tin detalet e shëndetit të tij, po së qoftë pajisja jep ke i saj që ky njeri domosdoshmë është duke vdekur. Po subhanallahu
ata dy mjekë që kishin një lidhje emocionale me mua më tepër, thonin na jetë zhik, mos më provu edhe qytetar. Pasi veç o shpërkecu, të provojmë edhe këta, edhe kanë futur në operacion, ja kanë kaput komën, thot subhanallahu, thot gjithë kanë prit lajmin se vdiq. Apo nga se nuk ka shenja jete apo. Thot për moment caktuar befas, thot 85% është kthy funksionizimi i trupit apo. Në të habitshme, askush nuk din çka ka ndodhur. Thot edhe gjithë mjek, 18 mjek, thot eksperta të lëmive ndryshme kanë dëshmuar dhe janë betuar Allahu xhallahu ala se medicina nuk njeh këto raste apo. Andaj thot kjo ishte kun feyakun apo. Ngjallo dhe ngjallët apo. Ai kur thot ngjallo, këtë mjek thonë ide këto është, ai thot ngjallo, ngjallët. Pse? Pse I ka thonë El Azimul Halim apo kur e thirr Allahu xhallahu ala I thën rregullat ato. I thën gjitha shkencat apo për mu përgjigj robit I që e ka lutur me neamën vetë apo.